Si ti mësojmë fëmijët të vishen vetë dhe pse është e rëndësishme. Çdo hap drejt pavarësisë fillon me veprime të vogla, por të rëndësishme. Një prej këtyre hapave është mësimi i fëmijëve që të vishen vetë. Një proces që kërkon durim, por që shpërblet me vetbesim dhe krenari. Si për fëmijën, ashtu dhe për prindërit. Të vishesh vetë nuk është thjesht një aftësi praktike, është një mënyrë për fëmijën që të mësoj organizimin, të zhvilloj koordinimin motorik dhe të marrë vendime të vogla çdo ditë. Ky proces nxit ndjenjen e arritjes, pavarësisë dhe përgjegjësisë. Si të fillojmë? Hapat e para. Nisin duke e bërë procesin argëtues. Zgjidhni rroba me ngjyra të ndezura, me pulla ose zinxhir të lehtë për t'u përdorur. Jepini kohë dhe mos e nxitoni fëmijën. Filloni me hapa të thjeshtë, veshjen e bluzës, putje e këmbëve në pantallona ose veshjen e çorapeve. Krijoni një rutinë të qartë. Fëmijët mësojnë më mirë kur kanë strukturë. Krijoni një rutinë të përditshme për veshjen, duke i dhënë atyre kohë të mjaftueshme që të përpiqen vetë. Mos harroni, më shumë rëndësi ka përpjekja se sa perfeksioni. Jepuni mundësi të bëjnë zgjidhje. Lejojini fëmijën të zgjedhë mes 2 ose 3 opsioneve të thjeshta. Kjo i ndihmon të ndihen të përfshirë dhe rrit vetbesimin e tyre. Edhe nëse ndonjëherë kombinimet e tyre duken të çuditshme, kujtohu që për ta ky është një hap i madh drejt pavarësisë. Lavdërimi dhe durimi. Çdo përpjekje e tyre meriton një fjalë të mirë. Lavdërimi pozitiv, buzëqeshja dhe inkurajimi janë motivi më i madh që mund të japë. Nëse gabojnë ose ndihen të zhgënjur, mbajini tonin të butë dhe të kujtohuni, po bëhesh çdo ditë më i fortë.